Mitinga që ka majtë show tuning ka pas edhe drift. Aha, okay. Kështu që gjatë shikimit ka ardhur diçka prej mrena, thosha, po mirë po bojnë, po nuk e kom ditë që edhe unë ka marrë pjesë. Po e kisha një farë energjie pozitive me provu. Ja humbe edhe krenarin i mashkulli. Për shembull, unë në shtëpi jam ambise, jam rolin e gruse kam edhe nuk i humbi ato, do më thonë, ata janë pjesë e jemja, jam edukume në familje fetare, familje tradicionale, kështu që edhe nona mi kam mësu do rregulla dhe qyshëm kam mësu, do më thonë, gjithë shka më jetën tem është perfekt. E faleminderoj Zotin, ka ndodhur që më kanë shohë, ndoshta me një emision kur kom thonë, gjithkohë udhtoj me Maqedon, por me Maqedon, për shembull, kanë fillu me më shoh pse me Maqedon, po pimbron Maqedont, mirë po une një sen e thom gjithë që une si shqiptare, derisa jena në paqe, tregoj, do më thonë, talentin, se na si shqiptar shamuj mu kon, luftaj për që ato. Po në tjetër anant, nëse une kisha dash me tregu trimnin, jam edhe një gjuetare mirë me armë. Gruaja e parë në Maqedoninë e Veriut, e cila merret me garat me vetura, Ajshe Avdii. Përshëndetje Ajshe, mirë se erdhe dhe faleminderit që ke pranuar ftesën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Ajshe, te ne në Kosovë kemi garuse femra, mirë po në Maqedoni të Veriut je vetmja. A ka kjo dëshirë për me u marrë me këtë sport? Me thonë drejtën, unë prej fëmijë, do me thonë nuk kom lujt me kukla, kom lujt me veturat vogla, dhe ndoshta me një gumë, pa një gumë, po do me thonë gjithë puni kom pas shef, po shkak që në atë kohë nuk janë konë, do me thonë, finansat mira, edhe u konë koha e shkollimit, do me thonë, ma shumë i kom kushtu rëndësi shkollës, kështu që tani erdhë koha e duhur, nashta nuk përdi, me shprej talentin që e kam. Okej, qysh erdhë që ajo koha e duhur? Do me thonë qysh e kuptove që është momenti? Po si fillim, e mora një vetur të ëndrave, i cili ma bon një dhurat shoqe, edhe ka qenë diçka shumë një surprizë shumë e madhe për mu. Jo që është prej shumë qtrejtave, nështë, po është thjesht vetura ëndrave. Edhe pas asaj një miting në Shkop që është mbajt, në miting e veturave sportive tuning, do më thonë show i veturave tuning, unë e ku marrë pjesë aty. Herën e parë dhe jam nuk e di atë ëndrën që e kisha pas e ngjalla më renda vetës që e kom pas. Kështu që prej aty fillova me udhtu ka shkojshin gjithkohon këta vetura tuning, do më thonë që aty e gjeta vetën. Vazhdova edhe, do më thonë, edhe shoqe njëkohësisht e kisha si mbështetje, më thë ke vazhdoje, pse jo, kjo ishë, do më thonë, që koha e duhur, që edhe financiarisht, edhe punojsha vetë, kisha kohë nashta për gjithë shka. Po. Ajshe, po më bën përshtypje se edhe para podcastit e diskutuam edhe më bëni shumë përshtypje, do më thonë mbështetja bashkëshortit që ju e tregut, edhe tash për dëgjoj që ai pas ka qenë edhe një farë nismëtari i kësaj, përderisa ka qenë ai dhurusi veturës. Po, në fakt edhe ai ka pas, do më thonë, me kupton këtë pjesën e veturave që sportive që janë, se ka kalu vetë një periudhë që ka marrë pjesa në për sigara në Zvicër. Aha, okej. Kështu që e kuptoj ke edhe botën tam që shembull shumica e njerëzve nuk e kuptojnë, gjykojnë, po derisa nuk e ndjejnë secili profesionin e vet. Do të thonë unë e shoh kënaqësinë aty. Edhe kështu që ai më ka shtyr në fakt. Unë ndonjëherë ndalsha për shkak se si femër e parë në Shkop në Maqedoninë e Veriut, është pak, ndoshta gjykime nuk kom pas shumë, po kisha frikë.
që mos flitet. Kom pas nashta naj gjykem, jo rrugace, jo pimson rinin me rrugë të këqija, nuk e di, po zakonisht unë kom përcjell edhe një mesazh që ka vende ku mund me shpreh talentin, edhe me marr diploma ose kupa, do më thonë që mos bojnë gabime në rrugë. Edhe unë kom përcjell mesazh që mund mu lajmëru në kësi vende edhe me marr pjesë, por nuk kom dhënë mesazh që me bo senet paliqme, legale në fakt. Çka i bën shqiptarët atje me mendu që një gru, se realisht ti mirë po thu, unë nuk kom bo diçka ilegale, do me thonë ose të jashtë ligjshme, po çka i bën shqiptarët atje me mendu që një gru e cila merr pjesë, tu e di që edhe ekstra je familjare, non, bashkëshorte, më thonë mu kriju kjo përshtypje që veç pse merr pjesë në gara të veturave me qenë që kjo mendësi, çka e bën? Çka po mendon? Nashta krenaria e kanuni pak burnia. Okay. Mendimi jem, tashti jo grunë se lop, se me la mes meshkujve, po nuk e di si cili e ka mendimin e vetë, do më thonë unë kam shumë mirë kuptim mes meja dhe shoqet, burrit, kështu që na e kena një gjutë për bashkët, gjithë shka e bojmë bashkë. A merr pjesë bashkëshorti gjithmonë aty, është prezent gjithmonë kur je pjesë? Une jemi një ekip, do më thonë bashkëshorti është vllau, edhe janë jo dy shokë me tini në përshëndes për zëmërsisht, që gjithmonë janë aty për që me ndrojnë gumat kur ti djegi. Edhe është një shok i Shqipërisë që kujdeset për veturën që e kam të driftit, në fakt. Aha, okej. Po, a mund është tash me na spjegu këto dallimet edhe mënyra qysh, do me thonë qysh ke fillu edhe në për çka po kalon? Sepse e tregove edhe drag race, tha, edhe në drift që je. Mirë, po ke fillu vesh me gara? Kom fillu me show tuning, do me thonë me zbukurim të veturës, do me thonë sa më shumë më duk sportive, me zonë, do me thonë, sikur në femra që zbukurohme që ashtu edhe... Okej, mi jap jeshi. Po, jeshi, ose me ullë, ka loj, do me thonë, ata që mira me këtë sport e dinë se qysh është show tuning, sikur në Amerikë në fakt, edhe shpërblehesh në basë modifikimit të veturës. Prej asaj kam fillu, edhe zakonisht në përmitinga që ka majtë show tuning, ka pas edhe drift. Aha, okej. Kështu që gjatë shikimit, ka orë dishka prej mrena, thosha, po mirë për bojnë, po nuk e kom di që dhe unë e ka për morë pjesë, po e kesha një farë energjie pozitive me provu. Edhe kër e kom provu, do më thonë, e vullosa që unë veç të kam e vazhdu edhe këtë lojtë sportit, derisa ishna të e provu, bashkëshortim tha që kam e të mbështet edhe në qëtë pjesë, veç aje zoja, kështu që më ka dhonë shumë energji pozitive bashkëshorti, edhe najherë kër jam dorëzu, kër kom thonë, jo, s'ka me mujt, më ka thonë, ty mund është krejt, pëse s'ki me mujt, edhe kështu që edhe ato e kom fillu. Është edhe vetura e garave qpejtësis në drag race që po du me marë pjesë, veç po du me testu vetën sa kam aftësi edhe në atë lojtë sportit, kështu që pse jo, e kam, derisa kom fillu me këtë sport, po munona me zbulu talentin ku e kam më të sakt. Por besoj që në drift nuk, veç prej driftit nuk kam ndërzu. Kam plane më të mëdha. Plane më të mëdha, mund është me na tregu se unë realisht nuk është që pedi shumë që ka pritet nëse merr pjesë në çdo drift që është diçka më ndryshe. Diçka më ndryshe është nëse, do më thonë, kemi drift burnout, do më thonë, është vetë që rreth rrotullim në vend. Aha, okej. Kurse drift më profesional është që i merë kthesat me shpejtësi, do më thonë, mu tashti kam planin me marrë një rrugë për në Itali, edhe me marrë licencë aty, do më thonë me bo orë për drift, dhe diqe, kështu që besoj që nështë e kaloj provimin edhe kam qef me marrë pjesë në gara evropiane ose... Okej, e kjo licenca e kësaj pjese, do më thonë, e këti specializimi një farë forme, nuk merret në Maqedoni?
Në Maqedoni nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë, Jo. okej. Në Maqedoni veç se leja të kjerët normal. Kështu që nuk kemi as pista ku muj me ushtru. Ndoshta nëherë që është të nxezën, që kjo është, ndoshta muj me thonë që ilegal, mirë po unë këto ilegal e përdori veç kur ka me dal me publik. Do më thonë, një ditë para se me dal me publik, rrezikoj me marrë dënim ndoshta, se nuk e rrezikoj as kënd aty, për shembull është veni qetë ku shkoj me praktiku, nuk ka as banim. Okej. Mirë po, prap reagon policia, kështu që qato unë muj me thonë për veti që e bëj ilegal. Okej. Arsyeja është për të mirën e publikës nesërme. Që kur të dalë unë për ndrift, mos ta bëjnë ndonjë gabim që të, për shembull, nuk e di, jeta e njerëzve është shumë më me rëndësi për mua se sa ëndra jam. Kështu që patjetër e kam me dalë me testu veturën, me testu veten sa kam aftësi. Do më thonë para se me dalë në publik. Në Itali tha si orët e kjerë që i marrim kështu zakonshme, është e njëjta, do më thonë shkën, i kryn që ato që ka i kje dhe në fund testohesh. Po, në fund testohesh edhe e vendosin ata që a je profesioniste për në këtë puna me vazhdu ajo. Okej. Edhe nëse e merr licencën? Atëherë, ndoshta edhe ka me pas drejt me garu për shtetet jashtme, do më thonë në për Evropë. Kështu që unë e kam ëndër ato, po deri sot që e kum pas ëndër e kum realizu falë Zotit, nuk e di. Publika e përmende, do me thonë, fmit a vinë me të po? Fmit i kam fonsat flakt. Edhe kur është me kjerë? Po, si femnat, si djem, do me thonë, kam pas raste që prindi ka pru vajzat e vogla dhe mi ka ofru janë të tranu mas teje, po kështë mu ka kesh se dhe kom thonën, tash të kanë rrugën e hapne, mujnë me fillu këta, se krejti kom kaluane edhe të shamët, edhe komentët, kështu që e kom qelë rrugën, nuk është që di për tjera që vinë mas. Okej. E qatë thojnë djemët, po më interesën, djemët e tu, po më interesën me ditë. Djemët e mi kam bështetje, nuk është që më thojnë dishka, kanë qef non, ma shumë. Knaqen, po mas shumë të janë gjojtëm pas veturave që bojnë zo, do më thonë që kërsosin, këse këta të mijat nuk i doj shumë. Okej. Kështu kur, qësa ku e ke filluar ishe në këtë aktivitet, këtë angazhim? Po në show tuning kom fillu që 4 vite, kurse në drift kom fillu prej vjetë. Nëse s'ka boj. Kom marrë pjesë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Në rrethin të Maqedonisë në krejt venet, do më thonë, jemi grupet Maqedoni që bo më bashkë, do më thonë, ofër ka raste që më lidhën më shumë se 600 vetura. Edhe për zgjedhësh për driftin, për zgjedhësh për veturën që e ke bo tuning, do më thonë me kategori. Unë me veturën e amerikane do Challenger që e kam, do më thonë futem kategorinë e Lady Car, për shkak se tash kanë fillu edhe disa Maqedone me kësi vetura sportive, po nuk janë shumë, edhe ata janë trend, do më thonë si vjetë kanë fillu ata. Edhe gjithmonë vjen interesant edhe pse janë nacionalitet Maqedon, po vinë dhe më thonë që jam mbretëresha e sportit. Edhe faleminderit se na ke hop rrugën. Edhe pse unë kom menu që ata janë më civilizuar, më... Po, që kanë mujtë me rri. Po, kishtë qenë njëta si për neve, si për ata femnat. Do më thonë, nuk jena veç në shqiptar që... Po, e vërtet. Po, shumë mirë që e ceke Ajshe që të pjesë, se na zakonisht e paragjykojmë veten. Më thonë, mendojmë që veç na s'po di, mëse veç na nuk pranojmë tjertë, por realisht shumë mirë që e përmende që na i kemi po në ashtë ata me atynin që jenë ma civilizun, një farë forme, po që realisht kanë fillu ma steje. Në fakt, unë edhe kom jetu një kohë jashtë, po nuk jemi veç natë. Do më thonë, e gjykojmë vetë vetëm, por në fakt nuk jemi vetëmit na që ekziston ndalesat e gratë ose gjelozia e tepërt, ndodhe edhe të njerëzit e tjerë. Do të thomë, kam taku shumë raca, kështu që
shumë nacionalitetet, thëmë, spanjole, portugeze, do më thonë të njëjtin e përdorin të njëjtën procedurë. Kemi dalë bashkë, jo prej ta pës burin, jo, do më thonë, nuk jemi veç na. Se cili e ka atë marrëveshjen me burr, ose kur t'jesh me burr, do më thonë marrëveshja mes burrit edhe grus. Kur je me familje, tash prindi reagon varet qysh, se i din rrethonat, tash te nuk e di jam vetë prind, nështë adhone kam frikë për në të ardhmën e fëmijëve të me, kam e reagu, najsen, nuk e di. Aisha, po më vjen mirë, një gru si ti, dhe më thonë që merret me gara me vetura, shfaq këtu bot kuptime të tilla, për arsye se jemi mësu shumë, për shembull, me siguri një sportiste si ti, këtij lloji, shifet si një gru që, do më thonë, pjesën e familjes ose të bashkëshortësisë mundet pak me injoru, me neglizhu, se tash unë jam diçka, por realisht kur përmend do më thonë prezencën e vazhdueshme të bashkëshortit, po njëkohësisht edhe përvojën tonë me nacionalitetet e tjera kur ke jetu jashtë që nështë edhe ato e pyesin burrin. Do më thonë, po më pëlqen se te na në Kosovë, nuk e di sakt për Maqedoni, nëse jeni në hapa të njëjtë, mirë po në Kosovë po tentohet shumë me i dhonë zo dallimit ndërgjinor, do më thonë, na kemi dallime normalisht, po tu desht me e zhduk një farforme botën mashkullore. Unë nuk pajtona me ato, absolut kom dëgju shpesh, po ajo është një farë urrejtje mes dy gjinive. Kështu që unë mendoj se du të me gjetë bashkëpunim mes gjinisë femrore dhe mashkullore, jo me mbjell urrejtje dhe me ardhe tek vrasja, urrejtja, ofendimet. Do me thonën, hej ti femën, unë këmë thonë, jo jeni ma të fortë, se jeni meshkoj, nuk du të mja humbe edhe krenarini mashkulli. Për shembull, unë në shpe jam më mvi se jam rolin e gruse kam, edhe nuk i humbi ato, do më thonë, ata jam pjesë e jemja, jam edukume në familje fetare, familje tradicionale, kështu që edhe nona mi kam mësu do rregulla dhe qyshëm kam mësu, do më thonë, gjithë shka më jetën tem është perfekt. E faleminderoj Zotin se edhe kam do më thonë, nëse donë, ki ko për gjithë shka. Pjesën tem të jetës normale, gjithëm, nështë aku morë gjykime që më thonë, hej mete veshin vetur, edhe mu ka kesh, ku më thonë, jo, më vjen keq se ta njovës jam në obligim me fmit, detyra, zakonisht si kur krejt nonat, punë, edhe kthe është punë të shtëpis, me la me fshi, me gatu, edhe ato nuk e kena që nuk i di, do më thonë, kam edhe atë pjesë që e bëj, edhe me shumë knatësi, kom dalë edhe shpesh në TikTok, jo kom prezentu në herë që kom bo, po, se jam detyru me pregadit dishka se më ka thonë shkon kuzhin, edhe kom thonë jam e zoja edhe për në kuzhin. Kështu që kam kohë edhe, mja kushtu kohën edhe Zotit, do më thonë, me falë namazin, me lexu Kuranin, gjitha i bëj, se e kam mbështetje më të madhe derisa çdo dëshirë më ka plotësu është gjithë shka që kom bo lutjet ndaj Zotit edhe më janë ofru, kështu që ndoshta ka kalu në periudhë, po u konë me hajrit tash në këtë kohë me ardhë, kështu që Zoti e den mas mirti kur është me të pranu ajo lutje. Normal. Kështu që jam normal, kështu perfekt, nuk e di. S'ka munges të kurgjojt, si gru, si non. Çfarë rëndësie ka besimi për ty? E përmende namazin, çfarë rëndësie ka besimi për ty, Aisha? Me thonë drejtën, po më pengon edhe shpesh në për disa faqe që i dëgjoj a shqiptaria, a feja, do më thonë, kjo nuk shkon bashk, për shkak se feja është fe, kombi është komb, shqiptaria është komb. Unë jam lumtur që jam pasporti muslimane, e dyta edhe flemderoj Zotin që më ka folë shqiptare. Kështu që se traditat tona janë shumë të mira dhe disa sende të kanuneve janë pak si tepër ta, do më thonë që me fe femna është shumë më e ngritur se sa me kanune që e kanë, do më thonë e kanë bo ma herët. Do më thonë kur është kol buri, këto më kanë pengu se me fe nuk e ki ashtu, e ki ëmbëlsin mes burit edhe gruas.
Domethënë, sa ma e qetë mu konë me burë dhe burin ndaj teje, me ndihmu njërin shoqit, me kalu një jetë lumtur, me mirë kuptim. Domethënë, këtu është dallimi veç se te kombi shqiptar. Për ndryshe, jam krenare që jam shqiptare dhe gjithkon kam qef me ngrit flamurin shqiponjen. Kështë që e kom bo edhe mes sërbëve, edhe komendu që kanë me më ofendu, po edhe pse e kom bo prapë më kanë respektu shumë. Ajshe, komentet i përmendëm, do me thonë edhe përmende edhe pjesën e besimit, pjesën e namazit, edhe njerëz zakonisht çuditën se gjithmonë mendojnë që gratë apo vajzat e cilat janë praktikuese të fesë, do me thonë nuk janë shumë eksploruse, nuk tentojnë shumë me i arrit ëndrat. E qysh kjo pjesa jote? Kom marrë edhe kësi komente, për shembull, edhe s'disha u konë diçka, kom thonë prit veç ta fali drekën edhe po dalë, edhe po thonë, a ti falësh, a? Edhe kom thonë pse, shka ko të keqe, do me thonë që aty edhe jam ndje pak si e ofendune, se do me thonë namazin e kem borgjë. Edhe është një sen personal, nuk është një sen që duhesh me ja tregu ketëve, është private, po. Private, kështu që nuk jam mushi synin në pamje, edhe pse gjithmonë jam ndukje standard, femën elegant, ose kështu që ajo është... Faleminderit shumë që e ndove Ajshe këtë pjesë. Ska gjo, është një mesazh për krejt që nuk duhet mu gjiku njëri në bazë pamjes. E ke ngrit flamurin kuqezi? E kom bo me dur, po e kam vetur në fakt, po duar trokitjet nuk ndalen. Kështu që është mirë si person, si karakter, kur të tregohesh e mirë, nuk do të thotë që je shqiptare edhe me shpall urrejtje. Unë për shembull trimnin nuk e tregoj aty. Unë aty e tregoj talentin edhe mundona me ngrit shqiptarinë me punë. Po, tashti më kanë ndodhur që më kanë shohë ndoshta me një emision kur kom thonë gjithkohë udhtoj me Maqedon. Por me Maqedon, për shembull, kanë fillu me më shop se me Maqedon. Po, pimbron Maqedont. Mirë po, une një sen e thëmë gjithë që une si shqiptare, derisa jena në pace, tregoj, do me thonë, talentin, se na si shqiptar shamuj mu konë, luftaj për që ato. Po, në tjetër anant, nëse une kisha dosh me tregu trimnin, jam edhe një gjuetare mirë me armë. Kështu që kom thonë që... A je? Po, jam. Edhe kalorë se me kuaj. Kështu që kom thonë që trimnin e tregoj kur të është koha me tregu. Nëse është puna me dalë në malë, unë jam front me burt në rend parë. Kështu që, do me thonë, derisa jam tu tregu talent, aty kam me tregu me krenarit, shqiptarjat. Ngritet. Po, jo, nuk e tregoj urrejtja në nacionalitetit aty, se s'ka nevoj. Nëse s'ki diçka konkrete. Jo, se gjithë rrim bashkë, Romon, Turk, Serb, Maqedon, do më thonë jena këtë nacionalitetet. Edhe nuk ka nevoj me shpall urrejtja. Do më thonë as një sport. Nuk është kjo e lejume, po tash t'i ndodhen. Po, normal. Ajshe, kthehem për pak, vetëm po vazhdojmë një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësin që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend.
Aisha i përmende komentet. Do me thonë, komentet sot rrjetet sociale se cilit ja ofrojnë mundësin me dal, me shfaq një mendim, çfarë do të qoftë? A lidhet me temën, a nuk lidhet me temën që jenë të e pa, do me thonë, në videon manual që ju shfaqet, ose komplet bazohen të gjendja vetë emocionale dhe e lojnë që apo thotë Aisha aty, po veç të foli diçka une prej vetit. A ke arrit mi menaxhu një farë forme me kuptu se fakti që ke postu në TikTok video të cilat ke dosh me tregu që hej njerëz, unë e garoj me vetura po dhe gatuj dhe përgatiti ushqim. Edhe një farë forme po don me ju dëshmu që nuk jam çashtu qysh ju mendoni. A qysh janë komentet të ti? Me thonë drejtën, fillim nështë më kam pengu, se derisa nuk më ka njoft kush jam sakt, edhe për që kum nxjerra si postime, kum thonë edhe argumente në fakt që nuk është ashtu që shpo menoni, edhe pse ka njerë thamë, pse me ju dhonë fakte njerëzve, kur Zoti e din për mu, nuk ka rëndësi edhe burrin që e kam për ta jetën, nuk i kushtoj shumë rëndësi, po në fakt ku morë nashta najherë naj mesazh prej njerëzve që janë më në mosh, që më kanë tregu se qysh me ruktu. Edhe kështu i kum dhonë vetit vullnet, i kum dhonë vetit hej, gjuha mund me folë shka dënë, është njëri shtrit, nuk ka tjetër punë, është nërvëzu me dikon tjetër, edhe e shkru një koment që ty se nërvëzot e nëzirë të ti. Kështu që, ta shtë nuk pi këshyri, më fillim i kom këshyri shumë, edhe o mërzit që ka njerë, po u ka shok që ma ka ik telefonin pidore, së më ka thonë, ke hinë këtë punë, nuk u të zonë më një këshyri komentat, se edhe hoxha larvi ju shkrujnë shka mos, kështu që edhe njërit më të mirit i shkrujnë gjithë shka, kështu që kush jam unë jam një garu se nuk mujnë me kuptu krejt profesionin ose knarësin që e kam këtë sport. Do më thonë, i kum injoru krejt, veç jam të vazhdu edhe adën sikur ato kali që janojnë kështu, veç për para, kështu që kom vendos mës me këthy heq, kryt as tjalt as mojtas, për komente negative po flas. Amo, unë e se kom vërejt, kone fundit nuk kam as komente negative, shumë kam bështetja, sidomos prej vendit tem Shkupit, edhe kom kriju rreth shumë të mirë gjithkohon. Do më thonë, rrethin Shkupit, në Maqedonisë, në Kosovë, Shqipëri, më njohin krejt, edhe kanë respekt plot për mu. Nuk i di, unë derisa jam para ftyrës tem, do më thonë, kanë shumë respekt. As fjallë dyta, do më thonë, është një farë kufini që akom nu vetës, regull, me gjithë kanin flas, jam e hapër, nështë edhe morin për dopsi, po tasht jo, se kanë kuptu që unë flas me gjithë. Po më fillim ka qenë pak e vështirë, se unë jam tip që ashtu që bisedoj me krejt, sidomos kur bëhet fjalë për vetura, edhe mishim për dopsi, kjo është qyre që po fola den, po tash e din krejt që unë jam vetë tipi hapër. Bisedoj rreth çështjeve të sportit. Do më thonë, edhe nëse nuk e njoh njërin edhe ka të njëjtin vetur si tamën, unë nalna i tham, hey, çfarë motori ka, kështu që nuk e kam me qëllim me prapavija, po thjesht është diçka që së ne kontrollon, nështë duhet me kontrollu në si rastë se jam gru, që këtu. Se morim për dopsi e gru, ki kujdes, edhe pajtona, se është e vërtet, jam gru edhe me shkojt tash të është bo zorë, edhe për ata me identifiku se për shka është u vetë kjo, shemëll se nuk mujnë me të njoftë edhe bashkë krejt. Po. Por është se cili e ka tipin e vetë. Do me thonë se cili mas mirë t'jo është me funksionu në basë që asoj që na jemi realisht, se në momentin që tentoj mu tjetërsu, me qenë tipat hapër dhe me tentu me mbyll veten, as nuk ndihemi mirë, po dhe një kosisht nuk dokëm fals. Se dokë qaj që ti nuk je realisht. Nuk muj me lujtë rolin fals. Kështu që jam shumë realt, për me gjithë kanë. Jam shumë, nuk e di. E shprejë në moment që ato që jam të menu, nashta pse kur nuk kam qëllimet këqia me asë kanë. Nuk e di. Mendoj që ashtu jam vetë, prej natyrës. Kuptoj shumë mirë. Aisha përmende nonën ma heret.
Qysh ka reagu nona kur e ke fillu, do me thonë këtë rrugtim, edhe pse nashta nuk po thëmë s'ka pas shumë kompetenca, në kuptimi se ti ke qenë një grua e martune dhe realisht në shoqni kryesisht shqiptare kur martohesh është mandej burri ai që nëse s'don ai fol, edhe po qysh ka qenë ajo ndjesia asoj apo Me thonë drejtën, në fillim pak janë nisi mose nuk bën, ti je nuse, kanë me thonë njerëzit, kështu, ashtu standard që e thonë gjithë nonat, për që ato ona kur bazona të nona jam, për tjerë nuk foli heq, po tani e dyta ka pas frikë se thëjke tash ka ardhur një kohë që po bojnë montazhe, foto, edhe mujnë me të ndohë prej burit. Tash, unë jam tankohes me burë, edhe zakonisht në shumë të në rastëve që e marrë një pytje, ma bojnë, qysh po të lem burjat? Unë thamë, jo, s'po m'len, bashkë jena. Gjithë po bashkë, me mu. Me marron edhe kur s'po dëna i marrë, po nejse, qa ty u konën, që nona, për shembull, që ato e ka pos frikë. Për ndryshe ka qef, shoh që i bëhet qef, po me një farë rezerve. Kur jam fut në drift, aty pak ju ka ngjall frika, si vjerës, si nonës. Të dyjat janë njëjtë, edhe dyjat kanë njërë kur të shojnë të dyjat njëjtë. Më vendojnë që unë veç i këqyri kesh, i thamë, rini brerat se e kom burrin. Po se kena për dishka, po të ndodhë ty dishka. Që kjo është arsyeja pse ata nuk janë të rehatshme. Për ndryshe, kështu më bështesin, edhe fmit mi mojnë në raste kur e kam pak ma të ngarkume, që kam me morë pjesë dikon largë, 2 ditë që për shembull në Ksamil që isha, o do është me nejtë aty, edhe janë kujdes. Do më thonë e kam bështetjen, edhe babës, edhe nonës, njëkohësisht motrat. Nuk e di. Shumë mirë. Kam përkroje. Shumë mirë. Kur shkon kështu jashtë, edhe që fëmijët, do me thonë, janë te nana ose kudo që ti i sistemon, qysh atë pyesin, kur kthehesh nanë, qysh ke kalu? Detyrona ka njerë edhe mirë rejtë. Jo për dishka, po tash ti kanë qef me morë pjesë. Atë fëmijët kanë qef, po, okej. Në disa raste i marë, po kur ku më thtu për shembull për Serbi, frika si nonë, nuk e di se qysh mund me reagu dikush aty se një fjallë... Kur i dëgjon të folë shqip, po. Arsyeja për shembull se ndodhen edhe mosmarrveshje mes njëri tjetrin, a rrokën a diçka, ti jenë sigurt më mirë. A ku janë vendet rrethin Maqedonisë i marr, domethënë janë prezant me mu, edhe ja përcjellin një mesazh se zakonisht të më thonë pse pi merr fëmijët pi mëson për keq. Jo, në fakt unë nuk jam të mësu për keq, po pi ju tregoj se ekziston mënyra me shpreh talentin, pse më shku me bon rrugë me marr dënim. Kështu që edhe tankohes edhe kisha dashur edhe organizimet në zonësave me bo, edhe më u thonë qërtu kur ka evente, lajmërohesh, emri mbi emri, vetura që ka me marr pjesë, si shka ke me marr pjesë, si show tuning apo si drift, si drifter, kështu që mi ju tregu që mos me bon rrugë. Po, ekzistojnë. Vendet e caktuara. Bashkë kisha dashur me bo një projekt, po nuk po gjej me kon me bashkëpunu, me bo një pistë, me bojt edhe one nështë orë, në qëfëse e marrë qatë licencën në Itali, me bo edhe one në Maqedoni të njëjtën. Ose Kosovë, pa marrë parasysh, isha konën në bashkëpunim për qatë me kam dë. Shumë mirë, mu liru energjia aty ku duhet. Po, edhe pse hargjojnë, mos më hargju në vendet kota, sikur në ditë sodet që po shoh për shembull në vend në Maqedoni po flas, lojrat e fatit, rinia krejt që aty po shkojnë edhe pse me hargju parën aty kur mundet me shpreh knaqësinë ose me shti diçka në kerr, mua me arrit diçka. Do kjerin e shet kur dush tani e kthem parën. Kështu kjo është biznesi. Kam përvojë. Shumë mirë. Ajshe, ju tash keni me qenë pjesë edhe një filmi, a mundeni pak me na dhoni informacione që lidhet pak a shumë me ç't sportin që ti merresh? Ideja për film ka qenë shpejtim pas Jaçës, domethënë
Ka ftu për me marrë pjesë te lindja e princit, tani që ka mu promovu, është një film që është Kosovë Zvicër e lidhë në dëshka, kështu që unë jam me një pjesë aty, kom pranu me marrë pjesë, po ka projekte edhe më të mëdha, do me thonë që kena mendu me bo dishka adrenalin, dishka me tregu pak si pjesë të filmit edhe jetën tëmë. Kështu që menoj që nuk po flasë para kohë, po shpresoj që do të bëhat edhe ajo. Qysh është kjo përvojë për ty, si përvojë e re, që po lidhet, do me thonë, nuk po del jashtë aty në kornizave të pasionit tonë. Qysh po doket? Une njëkohësisht edhe kom fillu në Universitetin e Juridikut, kriminalistik. Do më thonë, gjatë marketingit që i kom bo në Instagram, Facebook, edhe aty më kanë pa, në fakt, këta aktorët, edhe ju kanë pëlqy, do më thonë, ato fotot, ose nuk i di veturat e mija, kështu që... që aty e kanë bu për zgjedhjen? Për zgjedhja që aty, po edhe kështu më kanë testu, do më thonë, i kom bo do orë taktrimit akademik, kështu që edhe kom vazhdu në Prizren me shku me ngu ligjerata, kështu që besoj që edhe në pjesën e aktrimit, me mor pjesë, në gjitha verzionet. Shumë mirë. Edhe këtu e kim mbështetjen? Këtu, për derisa jetë realizm. Normal, tashti, derisa une veti ja për regull vetit, edhe, do më thonë, para se me pranu dishka, kam qef me diskutu mu ullë tavolinë, edhe cilat role mu i me bo, edhe cilat role nuk mu i me bo, do më thonë, I ki vijat e kuqet tuja? Po, i kam vijat e kuqet mijat, jo që mi ka caktu shoqe, po jam vet ai person që kam frikë në Zot edhe çdo sen e bëj, çdo hap e bëj që është e mirë për mua edhe për si femën edhe si nanë edhe si bie dikuj. Kështu që mendimi jem personal, gjithkush e ka mendimin e vet, nuk e gjykoj askënd. Kjo është e gjitha për mua. Ajshe, vajzat që e kanë, a ke mendu ndonjëherë me bo diçka për vajzat e reja atje në Shkup konkretisht ose në përgjithësi në Maqedoni të Veriut, të cilat e kanë këtë pasion, mirë po kanë nevojë me zhvillu, me avancu? Po gjithçka edhe pak më varet te finansat. Okay. Domethënë derisa është se ky sport është shumë i shtrejtë. Ne punojmë burr edhe gru, kështu që ja dalim te dikon, po unë pastaj edhe prej sponsorëve jam ndihmu pak, jo shumë, po domethënë prap jo në Maqedoni, po në Kosovë. Domethënë i kam gjetë më kanë orë si për kraje, po o ka një bashkëpunim. Se zakonisht sponsorimi llogaritet sikur po të jap parat edhe u kry. Jo, është bashkëpunim, se derisa unë jam në prezantim driftit, veç gjaja publik është edhe incizona, unë më atë kjerë, do më thonë, tërhiki vërejtja si femën driftere, incizohet ajo vetur, edhe kështu që logoja që përfiton në një formë. Po, edhe unë, edhe ai, kështu që është një lloj bashkëpunimi. Edhe te femnat për në Shkup, për shembull, e shoh që nuk e kanë mbështetjen. Po, kisha pas shef, për shembull, sa të kanë mundësi, pse nëse e ka qatë talent, më së të ndërprejnë. Në shtantartë më nuk i dhjetë, që se unë e sot që ku marit, edhe me mbështetjet bashkëshortit, edhe, do më thonë, një bashkëpunimi me arrit, edhe për manalt, jo vetëm venin tonë. Kështu nuk muj me folë shumë, se nuk e di, ka shumë femna që din me vozit mirë, po shkak i kushteve nuk kanë mundësi. E qartë. Po, le të kërkojnë, nështë ekziston mundësia mbështetja e sponsorëve. Se do të thotë gjithë shka është në baza individuale, kryesisht. Po. S'është diçka që mundet me qenë organizune. Unë besoj që edhe ka me organizu në herë për femna, mi thonë hajde, unë zakonisht edhe veturën tem ja kom dhonë disave me provu, se e di çfarë ndjesie është kur s'ki vetur edhe ki qef. Mu ma kanë dhonë herën e parë, edhe javë di për faleminderit, kështu që aty e kom zbulu që pe di qatë pjesë
do më thonë, që pa më mësu kërkosh, une e kom po veten që po di. Se është gjithë shka në refleksa, është dora, është syni dhe koma. Tash nuk e di, në është edhe dikush e ka këtë që nuk e din, për shembull nuk e kom ditë, e kom zbulu, kur e kom provu, edhe për që ato kanë erë thom, hajtë hem provoje. Aha, okej, që okej. me testu, apo din a jo, kështu që... Shumë mirë. E djemët e tu, a mendon me i stimulun këtë drejtim, apo po i lën të lirë që do që ndjehen? E shoh që djali i madh është shumë e njëjtës rrugë, me trashëgimu njëjtin sport me bo. Njëkohësisht ai edhe ka tashti po kanë këta trit PlayStation. Po, ai adoleshent më duket ishte apo? Është 13 vjeç. 13 vjeç, okay. Edhe ka volanin, i ka pedalet, kështu që ai veç se e ka startu me ato lojnat e veta. Edhe e shoh që e ka me kënaqësi e bën. Edhe i kom thonë që kam ja dhon. Kur të shkoj do më thonë në tashti, kam e mësu prej tashti. Edhe kur të marrë leje për policisë, dhe zakonisht ka njerë kur kam praktik, mundona me shku me marrë leja që mës mu dënu, se jam dënu ka njerë. Edhe nështë edhe ja jap me praktiku bashkë me mu që t'ja lo atit njëtën. Nuk është të rrezikshme shumë, nëse të je e pregadit. Kështu që kisha pas shef, pse jo. Bile pe tashti me mëso është edhe ma mirë se nështë jo se jone tashti që ti ku mbo një farko e moshën 36 vjeqe, po prap nuk po du me dërzu. Po, edhe nuk duhet, edhe shumë mirë që nuk dërzohet. Se e kam shumë me knasi, edhe pse më thoshin kur e ki fundin, thash nuk e dive që jam të fut ma fell. Jo të dal. Okej, Ajshe, unë nuk naqa shumë, edhe të uroj shumë suksese, ke shumë kënaqësi me bashkë bisedu me ty, e shpresoj që ky epizod ka me qenë motiv për shumë vajza. Faleminderit shumë, shpresoj që krejt vajzat ju realizohet kjo ëndër që kanë në çdo profesion, jo vetëm në sportit. Shpresoj që veç në rrugën e drejtë jenë, mos të shohin komente, gjithë shka le ta fitojnë me vetë besim, me krenari, me knaqësi, shka e knaq vetë vetën. Do më thonë, nëse donë me arrit dhe shka, edhe ndëron mundet me ja dalë, mos t'i thot vetit stop. Kështu që unë e kom bo që ata bën edhe ju. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit edhe për juve. Mirupafshim në episodin e radhës.